Drejtori i Burgut të Sigurisë së Lartë të Peqinit, Florence Doka, ka lënë ndërheqje nga posti i tij. Vendimi është bërë publik, ndërsa ende nuk dihen arsyet e largimit të Dokës nga kjo detyrë. Florence Doka ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën e tij për ndërheqje, e cila është pranuar dhe miratuar nga Ministri i Drejtësisë. Ndërheqja vjen në një moment kur institucioni që ai drejtonte ka qenë pjesë e vëmendjes për çështje të ndryshme që lidhen me administrimin dhe funksionimin e burgjeve në vend. Megjithatë, nuk ka të dhëna që lidhen këtë vendim me ndonjë ngjarje të veçantë. Florence Doka kishte një eksperiencë disa vjeçare në sistemin e burgjeve dhe gjatë kohës së drejtimit të tij në Burgun e Peqinit ka qenë i angazhuar me implementimin e disa masave reformuese në këtë institucion. Doka u emërua drejtor në dhjetor të vitit 2023 pas arrestimit të ish-drejtorit të Burgut dhe zyrtarëve të tjerë pas vrasjes së Arben Dheshit nga Sokol Miacaj. Aktualisht nuk është bërë ende e ditur se kush do ta zëvendësojë atë në post, ndërsa Ministria e Drejtësisë pritet të bëjë një emërim të ri në ditët në vijim. Ministria, nga ana e saj, ka theksuar se do të vijojë të monitorojë nga afër funksionimin e burgjeve në të gjithë vendin dhe do të ndërmarrë masa për përmirësimin e kushteve dhe standardeve të administrimit të tyre.